Publikuan vizatimin e profetit Muhammed, arestohen 4 gazetarë të revistës satirike turke Leman në Turqi. 4 punonjës të revistës satirike turke Leman janë arestuar pas publikimit të një vizatimi që duket se e shfaq profetin Muhammed, një akt që është ndaluar sipas ligjeve të Islamit. Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Ali Yerlikaya, e dënoi vizatimin duke e quajtur atë të paturpshëm, ndërsa njoftoi se janë arrestuar kryeredaktori, dizajneri grafik, drejtori institucional dhe karikaturisti i revistës. Në një postim në platformën X, revista Leman mohoi se vizatimi ishte një karikaturë e profetit Muhammed, duke theksuar se vepra nuk i referohet profetit Muhammed në asnjë mënyrë. Ky incident ka shkaktuar protesta të mëdha në Stamboll, ku qindra njerëz janë grumbulluar përpara zyrave të revistës. Ministri i Drejtësisë Yilmaz Tunç njoftoi se është hapur një hetim për fyerje publike të vlerave fetare. Ai theksoi se karikatura ose çfarëdo forme paraqitjes spamore të profetit ton, jo vetëm që i dëmton vlerat tona fetare, por gjithashtu e dëmton paqen shoqërore. Ai gjithashtu paralajmëroi se hapat e mëvendshëm ligjor do të ndërmerren më vonë kundër revistës Leman. Në përgjigje të situatës, ministri Yerlikaya publikoi video që tregojnë arrestimin e 4 punonjësve të revistës dhe njoftoi se janë lëshuar urdhër arreste edhe për anëtarë të tjerë të menaxhmentit të saj.